Në kuadër të luftës kundër krimit ekonomik dhe financiar, Policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorinë ka finalizuar operacionin e koduar ilegal trade, gjatë të cilit janë kontrolluar 8 subjekte tregtare që ushtronin aktivitet në fushën e shitjeve të pajisjeve elektronike, si dhe veshjeve dhe aksesorëve të markave luksoze. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kontrolleve u sekuestruan 16 aparate celular, 10 njësi kompjuterike, një laptop, si dhe 11 çanta dhe artikuj veshjeje të markave luksoze, të cilat dyshohet se ishin futur në vend në mënyrë të kundërligjshme, pasi mungonte dokumentacioni që provonte origjinën dhe zhdoganimin e tyre. Policia dhe prokuroria zbuluan gjithashtu se të ardhurat e përfituara nga shitja e këtyre produkteve nuk deklaroheshin pranë organeve tatimore. Në një prej subjekteve u konstatua edhe tregtimi i mallrave pa lëshimin e kuponit tatimor, çka solli zullimin e ushtrimit të aktivitetit të tij. Në përfundim të veprimeve procedurale, nisi procedimi penal ndaj 9 administratorëve ose përfaqësuesve ligjor të subjekteve.